Parashikimi I motit në RTS. Të nderuar shikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma, ju njoh me përditësimin e motit për fillimin e javës. Një qendër ciklonike e shoqëruar me një sistem frontal do të përshkojë mes dheun ku presim reshe shiu dhe stuhi në fillimin e javës në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin tonë për orët e mbrëmjes do të kemi vranësira të dendura në të gjithë vendin. Temperaturat vijuan me rritje në të dyja vlerat. Në zonat malore 4-17 gradë, zona qendrore 6-20 gradë, në Bregdet 10 deri në 22 gradë Celsius. Edhe në Kosovë për ditën e hënë moti do të jetë me vranësira dhe reshe shiu. Temperaturat parashikohen me rënje 5-7 gradë në mëngjes, 11 deri në 16 gradë në orët e drekës. Në fillimin e javës, vendi ynë do të përfshihet nga reshe shiu dhe stuhi në zonën e Shkodrës dhe zonën qendrore. Reshje bore në verilindje lartësi të 800 metra në nivel deti. Era do të jetë me intensitet me shpejtësi 20 metër për sekond dhe dallgëzim të forcës 5 në det të hapur. Temperaturat do të zbresin në mesditë. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.